Situata e krijuar nga moti i keq është drejt përmirësimit në të gjithë vendin. Në Durrës nisi vlerësimi i dëmeve në banesa, ndërsa raportohet për 848 banor të evakuuar. Në Shkodër, problematikë mbetet vetëm Oboti, ku kalimi po bëhet me mjete të larta. Rrëshqitja e dherave dhe gurave ka shkaktuar bllokime të disa akseve. Situata është drejt përmirësimit në qarkun e Durrësit, ku ka pasur një rënje të nivelit të ujit në lumin Erzen dhe Ishëm, të cilët shkaktuan përmbytje në Suk dhe Katun të ri. Prefektura e Durrësit raporton se janë evakuuar gjithsej 848 banor, ndërkohë në Suk dhe Katun të ri janë përmbytur 2800 hektar tokë bujqësore. 508 specialistë janë në terren dhe deri më tani janë vlerësuar me dëmë 1453 banesa me dëme. Gjatë ditës së dieshme përfundoi bllokimi i çarjes së gjeneratorës të lumit Droj. Në bashkinë e Shkodrës vjen të mbetet i përmbytur fshati Obot, në të cilin kalimi bëhet vetëm me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin mbi 50 cm. Emergjenca civile raporton për 266 hektar tokë bujqësore në ujë. Bashkia Shkodër është në monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe ka një tendencë tërheqje të ujit nga zonat me prani të tij. Në qarkun e Fierit nuk paraqiten problematika, të gjitha akset nacionale janë të kalueshme. Lumi Vjosa vjen tërheqjen, por tokat bujqësore janë ende në ujë. Prurjet në Lumend, Seman dhe Shkumbin janë në tendencë rritje dhe në zonat të caktuara përgjatë rrjedhjes skandal nga shtrati por brenda gjeneratorave. Në qarkun e Korçës raportohet për disa zona me probleme me energjinë elektrike. Vjen problematika e çarjes së gjeneratorës të lumit Devol, ndërhyrje e pamundur për momentin. Rreshtet e dendura të shiut kanë krijuar probleme edhe në Mirdit. Prurjet e shumta të lumit Fan i vogël kanë ngërryer rreth 1 hektar tokë bujqësore në fshatin Kodër Reshen, duke dëmtuar edhe linjën elektrike. Bashkia Mirdit, në bashkëpunim me operatorin e energjisë elektrike, ka bërë të mundur spostimin e shtyllave dhe rivënien në funksion të linjës elektrike, por situata mbetet mjaft shqetësuese pasi me këtë ritëm të erozionit të krijuar nga rrjedha e lumit mund të shembet edhe rruga kryesore e fshatit. Situata e ngjashme paraqitet edhe në afërsitë të fshatit Tarash, ku prurjet e lumit Zmeja kanë sjellë ngërryerje të shumta, duke nxjerrë në sipërfaqe një gjatësi të konsiderueshme të tubacionit kryesor të Yçillcit dhe rrezikuar rrugën nacionale Reshen-Burrel.